Më falë, Johona, për shkak se edhe komuna e Prishtinës deri tash sa kanë hyrë në zgjedhje tamam si LDK me dalin pa fushat, nuk mendoj që PR-i i LDK-s ose pjesa tjetër e LDK-s mundet me bë dhe mi tregu, mi transmetu problemet të komunës Prishtinës. Unë mendoj që komuna e Prishtinës si komunë e Prishtinës ka pas shumë probleme me zyrën e PR-it dhe komunikimit me media viteve të fundit. Po flas ajo që ka unë si e shoh. Dhe mos nuk ka shku deri në transmetime. Ne kemi filluar me dëgju për problemet e komunës së Prishtinës. Ne kemi filluar me dëgju për problemet e komunës së Prishtinës dhe për gjitha bllokadat që ka bë deri sa është involvu komplet LDK-ja si parti për shkak të zgjedhjeve dhe të transmetimit deri te qytetari. Tash nëse flasim ne sepse Dybrani e pat pointën e tij që mund ta kam e dhënë që nuk është transmetuar deri te qytetarët. Madje ka edhe analist, ka edhe gazetar, ka edhe zyrtar të shtatorit që nuk e din këtë çështje. Një simptom, komuna e Prishtinës është simptom e çështjes bllokuese të kësaj qeverie. Na përshfaqem si shembull, a kanë marrë me vesh qytetarët e kanë marrë se kanë dalë partia e tretë në Prishtinë. Vetëvendosja ka dalë partia e tretë, do të mendoj që e kanë marrë ndëshkimin në Prishtinë po flas. Minus 30.000 vota. Qytetari i Prishtinës, domethënë janë minus 30.000 vota dhe qytetari i Prishtinës e ka kuptu këto, 30.000 vota nuk janë pak, është ndërshkim. Ajo që ne e presim me kuptu është edhe në zgjedhje qendrore, qytetarët e këtij vendi me kuptu që këtë që ka pas mundësi me bë 4 vjet, me bë nëse flet për pensionin 150, me rrit paga konform që është rrit inflacioni, rritja çmimeve, ka mujt me bë 4 vite, nuk e ka bë. Krejt çka ban tash. Ose synon për me bë. Është te çike lufta që bëhet për çet PR-in. Ne e dim që vetëvendosja shuhet për një propagandë. Për një pas ajo çfarë propagandë, ajo është pasur pullsin, pa publikim të fakteve, e pa imagjinuar. E çaty në çat paftyrsinë vet, ata po ju mujnë juve. Ju nuk ja sharani njerëzve çati tekniku të shkretit ku që na jemi ngarë me propagandë hiç. Po ju duhet më afsharu si foj pse ti s'ke ashtu luftën as nuk kemi me zhvilluar. Kena mri efekte. Ata me çat paftyrsinë vet, me çat fabrikimin edhe akrobacionet për me rrajt që shikon. Edhe çashtu vota e rritur në komunën e Prishtinës është më shumë fal strukturës, edhe punës, edhe angazhimit strukturor, edhe forcimit të strukturës së LDK-s. Absolutisht. Struktura Më shumë është strukturë se sa ndani informacioni. Mos ju jep një mend se si nuk i ka dojnë. Nuk është e vërtetë. Po të zona i lirë po dojnë me jap mend. Jo, na këshilla, na po duke nuk paguaj për çfarë. Jo, për kuptoj që është pak edhe po pak. Unë çfarë do të them është që ne megjithatë jemi racional. Besoj që jemi partia më racionale në Kosovë, në komunikim publik edhe në mënyrën se çka parashtrojmë si fakt, si argument. Edhe numra, edhe komunikim, edhe dhona dhe gjitha këto. Ajo që janë racionale e Kosovës. Jemi racional, nuk besoj që jemi racional, nuk jemi... është mirë për shtetin. Nuk jemi populist, nuk jemi populist. Dhe ne me gjithat... Me i miri këtyre problemeve, do të kishë dalë halani në votën për kryetar. Ju keni dalë në strukturë, që i bje LDK-ja nga që e mirë. Me gjithat... Specifikisht e Prishtina. Po e nisë me Prishtinë. Prishtinë Foliona. Sa do ka jetë 120 orë. Prishtinë Foliona. A kemi bo koalicion me dikë? Me qytetarin. Si të pja pa të gjuar. Seftë, sonë të njëva që to me qytetarin. Kalzani më rajni morë vesh me patrizhime, rajni morë... Për shamu, a kemi bo koalicion me qytetarin Urani Smojli ose me Migrati? Qytetarët faktikisht, qëre, mas çdo gare, edhe në çdo balotazh kërkohet bashkëpunim, pastaj për me marrë ma shumë përkrahje, edhe këtu pastaj shihen edhe rezultatet do të jenë pak a shumë të dituna se për afrimet na nuk mujmë me shku mu për afru me dikë që jemi krejt, dikush na ka bloku gjithë kohës. Na e kemi një kundërkandidat në Prishtinë nga vetëvendosja, i cili personalisht është angazhu me bloku komunën e Prishtinës në shumë projekte të cilat kanë qenë kruciale. E sot, e merr të drejtën me garu, faktikisht edhe mi prek disa pika edhe
të cilat vetë ka qenë përgjegjës i blokadës së tillë. Kështu që na normalisht që koalicion me to edhe për krahas andej skemi, jemi në diskutime, kanë me pas edhe takime pak më konkrete, me folë për të ardhmen, kjo me të tjerët, absolutisht. Po, diçka që është tepër pozitive, dhe këta ja u them kështu me sigurit plot, për shkak se edhe vet jam aty, kemi një përafrim të qytetarëve, vullnetar, vetë, që po vinë edhe po dëshirojnë të angazhohen në këtë përbashkimin rreth votimit të LDK-s ose kandidatit të LDK-s për Parim Rama. Edhe kjo është tepër pozitive, për na jep neve indikacion. Kjo është edhe në ndërlidhje me politikat dhe qëndrimet tona qëndrore. Na dim që edhe pas seancës së fundit që e kemi mbaj dhe konsistencës tonë, ka pas reflektim dhe ka pas reagim të qytetarëve, që ky elektorati jonë për cilin ne po e mbajmë lidhjen fort, edhe po na jep kuraj me qëndru edhe në qendër edhe në Prishtinë me zhvillu garën në mënyrën më të sigurt mundshme. Jemi shumë optimist edhe po e shohim që ka një përkraje. Strukturën e përmendi zona me shumë të drejtë. Prishtina është testu në formacionin strukturor 83 në ndeg për gjatë Prishtinës. Këto kanë dhënë rezultat të hatashëm. Në Prishtinë, tashmë LDK. Përveç që ka rritje, është mbas 12 vite partia e parë konfirmuar edhe me kandidat edhe me parti. E besoj që Prishtina është potenciali që paralajmëron. Prishtina paralajmëron ndryshime që mund të jenë edhe në nivelin qendror, edhe kjo po na jep. Do të ketë koalicione zyrtare apo prisni mbështetje pra atyre që kanë votuar kandidatë të tjerë në raundin e parë, e që do të pozicionohen si në nivel lokal, si në nivel qendror, LDK-ja po shihet se parti përbashkuese ka domethënë interesim të bashkëpunimit. Ka në disa nivele, po në disa komunave që kanë fillu, e keni pa për shembull Fushë Kosovë, në është edhe marrëveshje zyrtare e komunikume. E kena pa edhe vështëri. Ajo s'ka qenë e konfirmuar për shembull. Dalim edhe aty. Po ajo që do të thonë, ka marrëveshje me parti, të cilat kryesisht janë të interesuar me përkrah kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të ketë edhe të tjera ditëve në vijim. Formatet e këtyne marrëveshjeve, komunikimi këtyne marrëveshjeve pastaj varet nga degët dhe nga strukturat lokale të Lidhjes Demokratike të Kosovës, do ta shohin cili është interesi, po ka biseda domethënë me partitë politike, sidomos në këto garat të cilat realisht ka nevojë për përkrahje substanciale për me mujtë. Një përështare me ditë me PDK-n ka. Ka diskutime me çdo parti politike që ta përkrahen përfshi njësoj si shka bërë Hajrullah Qeku. Çështja e burllogut hala është temë në komunën e Prishtinës. Që nuk jam fushat për Prishtinë, sigurisht kryetari Rama i ka shprehur gjitha këto. Në mujt e verës në Prishtinë. Prishtina ka qenë kolaps i burllogut. Që e ka bërë dhe ka qenë shumë e vërtet. Une e kam qenë vetë dëshmitare dhe e kam pa qysh një ndërmarrje publike menaxhohet nga një leadership që saboton prej brenda, dhe këta e kam përjetuar edhe vetë aty, edhe absolutisht po. Duhet me qenë konsistent në marrëveshjet që arrijen, me qenë marrëveshjet aq të qarta, sa që mos me pamundsu çfarë do sabotimin e të ardhmen. Me gjas ka pas mësime të jashtëzakonshme për qeverisjen e kaluar, gabime të cilat kanë ndodhur edhe si rezultat i proceseve të ndryshme që s'kan qenë mos komunikimeve kontrollueshme. Po përndryshe nxjerr mësime njeriu edhe besoj që edhe na jemi pak më të përgatitur edhe duhet me i parapri me një marrëveshje tepër qartë, transparente për qytetarët, se edhe kjo është tepër e rëndësishme me se edhe qeverisjet lokale du me pas qartësi edhe në kuptimin e ndarjes kompetencave, po dhe kush çka bën dhe çka. Programi jon qeverisës, projektet e mëdha janë të pandryshueshme. Sigurisht që edhe çdo partie politike do t'i bie që t'i humbë në premtimet e veta e t'i bashkohet platformës tonë politike që e kemi për Prishtinën. Se platforma është për Parim Rama edhe programi Prishtina për tej, që është i LDK-s, edhe që është programi. Po parti tjera, pra të mos hezitumi mbështet edhe publikisht kandidatët e LDK-s. LDK-n, sa di unë, ende nuk e kemi pa duke mbështet publikisht
kandidatët e partive tjera, përveç një rastit, që ishte rasti famkeq, kushtimisht po ma hitëm, i vushtris. Nështë është fatmirë për... Ose fatkeq për disa LDK-n. Pra, që doli pra ishte vetë një marrëveshje, ku LDK-ja e bën publike me dikë, e aje është... Jo LDK-ja. Okej.